Përgjatë shpushimeve në rrugën e Lumit të Vlorës po vjen ndotja masive nga mbeturinat, mbetje inerte, mbeturina me materiale plastike të tjerë. Aty janë hedhur sot edhe orendi të ndryshme shtëpiake si dhe pjesë makinash. Situata vijon prej ndërtimit të këtij segmenti, por për shkak të atyre të cilët ndotin mjedisin, po përkeqësohet edhe më tepër. Shpushimet në rrugën e Lumit të Vlorës nuk po kryej funksionin e tyre primar. Kjo pasi janë kthyer në vend grumbullim të mbeturinave. Kryesisht gjatë mbrëmjes automjetet të tonazhit të rënd, duke shfrytëzuar errësirën, vinë në këtë vend dhe grumbullojnë mbetje të ndryshme, duke nisur nga mbetjet inerte, por edhe tek mbeturinat, kryesisht ato me materiale plastike. Përgjatë vendeve të shpushimit, të cilat janë ndotur, janë vendosur edhe rrethime, të cilat me sa duket nuk kanë bërë punën. Persona ende të paidentifikuar kanë shkatruar edhe këto rrethime vetëm për të hedhur mbeturinat aty. Situata është e tillë edhe në të tjera shpushime, pas hyrjes së segmentit në afërsi të fshatit Sherrisht e deri në daljen e tij në Himar fshat. Ndotja që shkaktohet në pjesët anësore të segmentit rrugor po bëhet për arsyet e kursimit. Këto nuk janë vende të autorizuara për hedhjen dhe depozitimin e mbeturinave, por drejtuesit automjeteve private depozitojnë mbetjet aty për të kursyer si kohën ashtu edhe litrat e naftës, ndërkohë që nuk ka asnjë person të dalë përpara përgjegjësisë për këtë ndotje masive të mjedisit.